Kjo është hapësira. Kjo është hapësira për të kryer tek Allahu xhallahu ala. Paramendoni për shembull njëri ton kësaj hapësire më jahuq. Një anë derës lindje, një anë derës perëndim. Të hapura dhe mshelën kur të lind dielli nga perëndimi. E të është ta njëta jonë realisht është mundësi për të kryer tek Allahu xhallahu ala. E njëri i cili të ndëllëzër nuk gjen hapësirë një jetë vetë, nuk gjen kohë një jetë vetë, që më ufut për mes soj porte, në kuptim të pendimit e këthimit tek Allahu xhallahu ala, çka mund të uash për te? Çka mund të uash për te? Për shembull të ndëllëzër, me qenë, për shembull, në qytet për me i porte e madhe, për shembull, një porte e cila i ka 50 metra, e gjonë, 50 metra e gjonë, një krak këtu, një krak këtu. Dhe ajo derë, për shembull, qyteti e mbyllë si për para që ka qenë kështjellat, e ke po, qyteti ka qenë brenda kështjellave, edhe porta ka qenë ditën hapur, natën e kanë mbyllë, ose nëse për shembull i ka kërcënuar armiku e kanë mbyllë portën, kushtimisht po, edhe s'ka mund me armiku. Edhe po paramenet është dhe tash në kohën tonë me kohën hymja e qytetit me dy porta, një portë djathtë, një portë majtës. Mes dy portave 50 metra gjerësi, 50 metra gjerësi. Leja 100 metra gjerësi apo. Edhe dikush tu hyj në qytet për shembull për të plasur për porte. Me kërë, çfarë vëm tjetër? Çfarë në zonën tonë ky vend? Çush për rrugë për porte që ton 100 metra vend me ikë shumë. Apo. Ai them që çush ku i pa të syt, ku i pa të mat. Vesh me ku njëri dejon se njëri pitë se ja qëllon. Edhe i pitë tani dyshysh ja qëllon se 100 metra gjon. Para më shme qëllu me hinë në qytet apo. E tu dash me një qytet më rrugë për muri, më rrugë për porte. Kur qërësën një në mrena, qërës lasën bëjnë, andaj të rëzër, dyrt e gjenetit, sa e në, 500 vjetë kalorë si me ka përsy, 500 vjetë si me ka përsen. Parna, sa është e gata, kjo e dënjas, sa lindje përëndim, edhe petë dikush, del për dënjas, po jo për me soj dire, ja huqë soj porte. Smendohet e ka Allahu xhallahu ala. Qka këtë më thonë se, qka jepem këtu ke? Wallahi vetë robi ka me dëshmu ditë gjykimit, Allah në rujt, mos me qenë për tyne, po ka me dëshmu vetë ditë gjykimit se dënimi Allahut është drejtësi për ta. Ka me kërku mshirë, elmosh, ka me kërku e përgdhelje, normal, mirë po e din se zullum nuk i bëhet, e din se padrejti nuk i bëhet, e din, për shkak se ja ka jep Allahu gjitha mundësit, ja ka jep Allahu gjitha ofertat e mundshme, e ka thirrë ditë e natë, ktheu, pendohu, përmirësohu. Andaj të ndërlozër, këto hadithe që flasin me këtë kuptim, nuk duhet asnjëherë që zemrën mos me dëgju këtë thirrje. Veshi dëgjon tingull, ama zemra i nin këtë thirrje. Zemra i prethan, për shkak se besimi në Allahun, domthon, ja mundson zemrës me godit në ndërgjegjen e njëri gjithmonë se duhesh më përmirësu. Duhesh më punu me kon më mirë gjithmonë. Prandaj nga pendimi është përpjekja e vazhdueshme për më u përmirësu.